Mirëmbrëma. Good evening. I nderuar zoti ambasador, të nderuar miq dhe të ftuar, së pari dëshiroj t'ju falenderoj për pranimin e ftesës që u bëra me rastin e ditës së falënderimeve. Ndihem shumë i nderuar për pranimin tuaj në këtë darkë. Dita e falënderimeve është një traditë amerikane, por nuk është festë vetëm e Amerikës dhe amerikanëve. Dita e falënderimeve si festë me përmbajtje thellësisht humane është festë e të gjithë njerëzve, pavarësisht nga vendi, besimi, statusi shoqëror dhe të tjera rrethana. Por, më së pari dhe më së shumti, dita e falënderimeve është festë e atyre që ndjejnë më tepër, atyre që kanë një zemër të butë, një shpirt të ndjeshëm, një mendje të kthjellët. E atyre pra që si të tillë e kanë të qartë se fukaraj duhet ndihmuar, hallëxhiu ti duhet qëndruar pranë, se në fund të fundit të gjithë njerëzit janë fundamentalisht të një llojit dhe ndryshimet mes tyre janë tepër relative. Si në të gjithë ditët e shënuara që evokojnë virtytet e larta njerëzore, edhe në këtë ditë të gjithë ndihemi nga pak, ashtu si aq bukur e ka thënë Odell Shepard, për çfarë jap dhe jo për çfarë marr, për betejat që bëj dhe jo për fitoret që korr. Unë lutem sot. Vështirë se ka brenda marrëdhënieve njerëzore diçka që t'jetë më penguese, më dëshpëruese se mosmirënjohja. Zor të imagjinohet në një gjë që t'jetë më shpresdhënëse, më qetësuese dhe më paqndjellëse se mirënjohja apo falënderimi që evokojmë sot në këtë darkë. Mirënjohja, kjo cilësi e shpirtrave fisnik, është ajo që jo vetëm s'duhet të harrojmë, por patjetër në çdo rast dhe me çdo kusht ta aplikojmë. Mirënjohje mund të kemi dhe e kemi, por duhet edhe ta shprehim. Kjo festë është rasti që na jepet për ta shprehur. Mysafirët e mi të nderuar, ju qytetarët amerikanë që ndodheni këtu, ju banorë të shtëpisë së fëmijëve të Tiranës dhe ju të tjerët, le të kujtojmë bashkarisht në këtë festë të paqes njerëzore veç të tjerash kryesorën, atë për së cilës rrjedh gjithçka dhe duhet ta kemi gjithmonë parasysh. Lidhjen e thellë dhe marrëdhënien e gjithanshme të gjithçkaje me Krijuesin, Zotin. Të kujtojmë gjithashtu se sa kohë në botë ka njerëz fatkeq, të pamundur, të dobët, të harruar, të braktisur, të uritur. Festa si kjo nuk janë të tepërta. Prandaj, edhe pse dita e falënderimeve zgjat veç një ditë, e mira do të ishte që detyrimet morale që rrjedhin nga kjo festë t'i aplikojmë çdo ditë. Faleminderit dhe një herë mirë se erdhët dhe gëzuar. Mr. President, Mrs. Nishani, thank you from the bottom of our hearts
for being so gracious in inviting so many Americans and friends to your home this evening. I can speak on behalf of all Americans that we are very grateful not to be where we would normally be on the Wednesday before Thanksgiving, because it is the busiest day of the year in terms of traffic. The airports, the train stations, highways are completely jammed. It's actually a traveler's nightmare. But every year, millions upon millions of Americans endure that difficult trek to travel, to be with family, to be with friends, indeed to give thanks. This is truly one of the unique American holidays. We often think of spending it with family and relatives and close friends, but Americans often open their homes to strangers, to those in need as well, because it gives us an opportunity one day out of the year to indeed give thanks, to be grateful for what it is that we have. And it has really touched us when we learned that you were thinking about, I guess this is part of a new tradition at the presidency, and we're delighted that you undertook such a massive invitation. It really reflects your generosity and your kind spirit towards the United States. We are very grateful to be representing the United States in your beautiful country with all your beautiful citizens. We're honored to be here, and it means so much to us. And Thanksgiving this year happens to occur relatively late in November. It varies every year, but it's quite late this year. And coincidentally, Thanksgiving for us coincides with the most special of Albanian days, which is Albanian Independence Day. And I look forward to being here tomorrow evening as well. But I thought I would take this opportunity with so many friends of Albania present to read President Obama's letter to you on the occasion of Albanian Independence Day. So if I may, it's dated November 27th, 2013, and it reads, "Dear Mr. President, as a proud partner and friend, the United States joins you and the Albanian people in celebrating your country's Independence Day on November 28. The United States and Albania enjoy a strong and special partnership based on shared interests. I appreciate Albania's commitment to global peace and security, including our continuing mutual efforts in Afghanistan, as well as Albania's role in maintaining stability in the Balkans. I look forward to continuing and strengthening our relationship in the future, and we pledge our continued full support as your country progresses on the path toward full integration into the Euro-Atlantic community. Please accept the American people's best wishes on the anniversary of your country's independence. Sincerely, Barack Obama, and is addressed to His Excellency Bujar Nishani, President of the Republic of Albania in Tirana." Mr. President, Mrs. Nishani, thank you from the bottom of our hearts.